Ferma e kafshëve. Kapitulli 1. Zoti Jones, I çifligut të beut, I mbylli kotecat atë mbrëmje, por ishte aq tap sa nuk u kujtua të mbyllte dhe gropat e gardhit. Ndërsa unaza e dritës nga llampa me vajguri I bënte dall nga njëra anë në tjetrën, ai u çapit ngadalë përmes oborrit, hoqi çizmet pa I zbërthyer te dera e pasme, I nxorri vetes dhe një gotë të fundit bire nga fuqia tek aneksi I kuzhinës dhe arriti të gjente krevatin ku zonja Jones kishte një copë herë që po gërhiste. Sapo u fik drita në dhomën e gjumit, pati një rokopuj nëpër të gjithë çifligun. Gjatë asaj dite ishte përhapur fjala se majori Plak, deri harç gjysmë I bardhë I racës së Jarkosharit, kishte parë një ëndër të çuditshme natën e kaluar dhe dëshironte t'ua tregonte atë kafshëve të tjera. Ishte rënë dakord që të takoheshin te hangari I madh sapo zoti Jones të binte të flinte. Majori Plak, kështu ishte quajtur gjithmonë, megjithse kur ekspozohej nëpër festivale fshatrash mbante emrin bukurosh I Willingdonit. Ishte aq I respektueshëm në çiftlik, saqë të gjithë ishin gati të sakrifikonin një orë gjumë për të dëgjuar se çfarë kishte për të thënë. Në fund të hangarit të madh, mbi një farsoj platforme të ngritur, majori sa kaq ishte vendosur në krevatin e tij me kasht në një kandil që varrej nga një tra. Ai ishte 12 vjeç dhe së fundmi ishte ngathësuar disi, por sërish mbetej një derë me pamje madhështore, me një fytyrë prej të mençuri dhe zemërmiri, pavarësisht faktit se dhëmbët e dalë të tij nuk ishin prerë kurrë. Nuk kaloi shumë kohë dhe kafshët e tjera filluan të vinin dhe të reatoheshin sipas stilit të vet. Fillimisht erdhën treqend, Zilka Blu, Gjesi dhe Veshpreri, pastaj derrat, të cilët u ulën në kashtën para platformës. Pulat zun vend në parmakët e dritarëve, pëllumbat u ngjeshën nëpër rafte. Delet dhe lopët u shtruan pas derrave dhe filluan të ripëtypnin ushqimin. Dy kuajt e karrocës, Bokseri dhe Kloveri, erdhën bashkë duke ecur shumë ngadalë dhe duke shtrirë thundrat e tyre të stërmëdha me kujdes të madh, në mënyrë që të mos shkelnin ndonjë kafshë të vogël që mund të ishte fshehur poshtë nën kashtë. Kloveri ishte një pelë trupmadhe mëmësore, e cila nuk e kishte rifituar kurrë formën e saj pasi lindi mëzin e katërt. Bokseri ishte një bish e stërmadhe, gati 18 pëdhëmbe lartë, dhe po aq I fortë sa 2 kuaj bashkë. Një shirit I bardhë përgjatë hundës së tij I jepte një pamje disi prej budallaj dhe fakti është se ai nuk njehej shumë si I zgjuar, por respektuar nga të gjithë për shkak të karakterit të fortë dhe fuqisë së stërmadhe për të punuar. Pas kuajve erdhi Murieli, dhia e bardhë dhe Benjamini Gomari. Benjamini ishte kafsha më e vjetër në fermë, me temperamentin më të keq. Ai radhëherë fliste, por edhe kur fliste zakonisht bënte ndonjë koment cinik, si për shembull, ai mund të thoshte se Zoti I kishte dhënë bisht për të larguar mizat, por do të pëlqente më shumë të mos kishte as bisht dhe as miza. Ai ishte dhe I vetmi mes kafshëve në fermë që nuk qeshte kurrë. Nëse pyetej se pse nuk qeshte, ai thoshte se nuk kishte asgjë për të qeshur. Gjithsesi, pa e pranuar haptazi, ai ishte shumë I përkushtuar ndaj Bokserit. Të dy ata zakonisht I kalonin të diellat bashkë në një livall përtej pemishtes, duke kullotur krah më krah, por pa folur kurrë. Të dy kuajt sapo ishin rehatuar kur një tufë me rika që kishin humbur maman e tyre hyn me rokopuj në haur, duke kakarisur me zë të ulët dhe duke u sorollatur nga njëra anë në tjetrën, me qëllim që të gjenin ndonjë vend ku nuk do të shtypeshin. Kloveri bëri një lloj muri përreth tyre me kofshën e saj mallështore, ndërsa rikat u ngucën për brenda saj dhe menjëherë ra në gjumë. Në çastin e fundit, Molly, pela shumë e bukur dhe budallaqe që tërhiqte karrocën e zotit Jones, erdhi duke ecur me elegancë, ndërsa mbante në gojë një kubik sheqeri. Ajo zuri vend përpara dhe filloi të hedhë krishtën e bardhë nga njëri krah në tjetrin, me shpresë se të tjerët do të vinin re kordelet e saj të kuqe. Në fund fare erdhi Macja, e cila pa rrotull, si zakonisht, për të kërkuar vendin më të ngrohtë dhe më në fund u ngjesh mes Bokserit dhe Kloverit. Aty ajo mjaulliu e kënaqur, përgjatë të gjithë fjalimit të majorit, pa dëgjuar asnjë fjalë nga çfarë ai po thoshte. Të gjitha kafshët ishin tani të pranishme me përjashtim të Mojsiut, korpit të zbutur, I cili flinte në një purtek pas derës së pasme.
Kur majori pas se të gjitha kishin zënë vend dhe po prisnin me padurim të dëgjonin, kroi fytyn dhe filloi. Shok, ju keni dëgjuar tashmë mbi ëndrrën e çuditshme që pash natën e kaluar. Por unë do të flas për atë ëndër më vonë. Fillimisht kam diçka tjetër për t'ju thënë. Shok, unë nuk mendoj se do të jem edhe për shumë muaj me ju, dhe para se të vdes e ndjej për detyrë t'ju përcjell juve atë dituri që kam marrë. Unë kam jetuar gjatë dhe kam pasur shumë kohë për t'u menduar, ndërsa gjendesha veten në stad dhe mendoj se mund të them se e kuptoj natyrën e jetës në tokë aq mirë sa mund ta kuptoj një kafshë që jeton sot. Kjo është ajo për të cilën dua t'ju flas. Tani, shok, cila është mënyra e jetës son? Le ta pranojmë. Jetët tona janë të mira, të lodhshme dhe të shkurtra. Ne lindim, na japin aq ushqim sa të mos vdesim, ndërsa ata prej nesh që janë në gjendje të punojnë, detyrohen të punojnë deri në atomin më të fundit të fuqisë, dhe në çastin më të parë, kur vlefshmëria jo mbaron, ne therremi me një mizori të tmerrshme. Asnjë kafshë në Angli nuk e njeh lumturinë e kohës së lirë, pasi të ke mbushur 1 vjeç. Asnjë kafshë në Angli nuk është e lirë. Jeta e një kafshë është mjerim dhe skllavëri. Kjo është e vërteta e qashtër. Por, a është kjo thjesht normalja në natyrë? A është kjo për shkak se toka jonë është kaq e varfër sa nuk mundson dot jetë dinjitoze për të gjithë banorët e saj? Jo, shok, 1000 herë jo. Toka e Anglisë është pjellore, klima është e mirë, ajo është e aftë të prodhojë ushqime me bollëk për një numër shumë herë më të madh kafshësh nga sa banojnë aktualisht në të. Vetëm kjo ferma jonë mund të ushqejë 1 dyzinë me kuaj, 20 lopë, 100 dele dhe ka mjaftueshëm sa të gjithë të jetojnë me një lloj komoditeti dhe dinjiteti që sot për ne është imagjinueshëm. Po pse pra ne vijojmë në këtë gjendje të mirë? Sepse, pothuajse gjithçka që ne prodhojmë me punën tonë na vidhet nga njerëzit. Ky shok është shpjegimi për të gjitha problemet tona. Mund të përmbledhet me vetëm një fjalë: njeriu. Njeriu është armiku i vetëm që ne kemi. Hiq njeriu nga skena dhe rrënja e problemit të urisë dhe të mbikëqyrjes me punë eliminohet përgjithmonë. Njeriu është e vetmja krijesë që konsumon pa prodhuar. Ai nuk jep qumësht, nuk ngro vezë, është tepër i dobët për të tërhequr plugun, nuk mund të vrapojë mjaftueshëm shpejt sa për të kapur lepuj, megjithatë, ai është zoti i të gjithë kafshëve. Ai i vë kafshët në punë, u jep atyre aq pak sa është e nevojshme që të mos vdesin urije dhe pjesën tjetër e mban për vete. Ne plugojmë tokën, bajgat tona e bëjnë ato pjellore, megjithatë asnjë prej nesh nuk ka në pronësi asgjë veç lëkurës së vet të zhveshur. Ju lop që shikoj para meje, sa mira galon me qumësh keni dhënë vetëm këtë vitin e fundit. Dhe çfarë ka ndodhur me ato qumësh që duhet të kishte ushqyer viça të fortë? Çdo pikë qumësh ka shkuar në grykën e armiqve tanë. Dhe ju pula, sa vezë keni bërë vitin e kaluar dhe sa prej tyre vezëve u ngrohen ndonjëherë për të bërë zogj, pjesa më e madhe ka ikur në treg për t'i sjellë paratë Jonesit dhe burrave të tij. Dhe ti, Clover, ku i ke ata 4 mëza që ke lindur, të cilët do të duhet të bëheshin krah dhe të kënaqeshin në pleqëri, secili tu shit që 1 vjeç dhe ti nuk do t'i shohësh më kurrë. Në shkëmbim të gjithë kufizimeve tona dhe të së gjithë punës sonë të lodhshme në përfusha, çfarë kemi ne përveç se racionet tona të pakta dhe një kasole? Dhe, pavarësisht se sa të mira janë jetët tona, ne nuk lejohemi të jetojmë ato për aq sa natyra na i ka dhënë. Unë për vete nuk qahem, sepse jam fatlum. Jam 12 vjeç dhe kam pasur mbi 400 fëmijë. E tillë është jeta natyrore e një derri. Por asnjë kafsh nuk i shpëton thikës së pamëshirshme në fund. Ju, gicat e vegjël që jeni ulur para meje, secili prej jush do të uluras me thikën në gryk para se të kalojë viti. Tek ai tmerr përfundojmë ne të gjithë, lopët, derrat, delet, që të gjithë. Edhe kuajt dhe qenë nuk kanë fat më të mirë. Ti, Boxer, ditën që muskujt tuaj madhështor do të humbasin fuqinë, Johnsoni do të shes tek kasapi, i cili do të ta pres sytin dhe do të zjej ty për zakarët e delprave. Sa përqend, kur ata plaken dhe u bien dhëmbët, Jonesi u lidh nga një tull në qafë dhe i mbyt te pellgu më i afërt. A nuk është pra shok e qartë si kristali se të gjithë të këqijat e jetës sonë ndalin nga tirania e qenjeve njerëzore?
Duhet vetëm të heqim qafe njeriun dhe prodhimi i punës son do të jetë yni. Pothuajse brenda një nate ne do të bëhemi të pasur dhe të lirë. Atëherë, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të punojmë ditë e natë me miq dhe me shpirt për të përmbysur racën njerëzore. Ky është mesazhi im për ju shok, kryengritje. Unë nuk e di se kur do të vi kryengritja. Mund të vi brenda një jave ose pas 100 vitesh, por e di po aq sigurt sa shoh edhe këtë fije kashte nën këmbët e mia se herët avon do të bëhet drejtësi. Mbërthejini sytë tuaj te kjo shok, për gjatë të gjitha asaj jete të shkurtër që ju ka mbetur. Dhe, mbi të gjitha, kalojeni me tutje këtë mesazh timin tek ata që do vinë pas jush, kështu që gjeneratat e ardhshme të vijojnë të mbartin përpjekjet derisa të dalin fitimtar. Dhe, mbani mend shok, vendosmëria juaj nuk duhet kurrë të dobësohet. Asnjë argument nuk duhet ju devijojë ju. Mos dëgjoni kur t'ju thonë se njeriu dhe kafsha kanë interesa të përbashkëta, se mirëqenia e njërit është mirëqenie për të gjithë. Kjo e gjitha është gënjeshtër. Njeriu nuk i shërben interesit të asnjë krijese tjetër përveç se vetës së tij. Dhe mes nesh kafshëve duhet të ketë unitet të plot, të jemi të gjithë shok të pandarë në luftë. Të gjithë njerëzit janë armiq, të gjitha kafshët janë shok. Në këtë çast pati një rokupoj të madhe, ndërsa majori po fliste 4 mijë të mëdhej kishin dalë nga folet e tyre dhe ishin ulur në të pasme duke dëgjuar. Qent i kishin vënë re pa pritur dhe mijët shpëtuar nga dhëmbët e tyre vetëm fal veprimit të shpejtë për të felet e tyre. Majori ngriti 2 thundraken e tij për të kërkuar qetësi. Shok, tha ai, kjo është një çështje që duhet të zgjidhet. Krijesat e egra të tilla si mijët dhe lepujt janë shok apo armiq me ne? Le ta hedhim në votim. Unë propozoj këtë pyetje para këtij kongresi. A janë minjt shok? Votimi u mbajt menjëherë dhe u ra dakord me një shumicë dërmuese se minjt janë shok. Pati vetëm 4 disident, 300 dhe Macja, e cila më vonë u zbulua se kishin votuar nga të dyja krahët. Majori vijoi. Kam edhe diçka tjetër për të thënë. Më duhet thjesht të përsëris, të mbani mend gjithmonë detyrën tonë për armiqësinë ndaj njeriut dhe të gjitha zakoneve të tij. Çdo gjë që ecën me 2 këmbë është armik. Çdo gjë që ecën me 4 këmbë ose ka krah është shok. Dhe mbaj mend se në luftën kundër njeriut ne nuk duhet i ngjajmë atij. Edhe kur ju të keni mposhtur atë, mos i përdorni veset e tij. Asnjë kafsh nuk duhet të jetojë kurrë në një shtëpi, të flejë në një krevat, të veshë rroba, të pijë alkool, të tymosi duhan, të prek para apo të merret me tregti. Të gjitha veset e njeriut janë të këqija. Dhe, mbi të gjitha, asnjë kafsh nuk duhet kurrë të tiranizojë një kafsh tjetër. Të dobët apo të fortë, të zgjuar apo të thjeshtë, ne të gjithë jemi vëllezër. Asnjë kafsh nuk duhet të vrasë kurrë një kafsh tjetër. Të gjitha kafshët janë të barabarta. Dhe tani shok, do t'ju tregoj ju për ëndrrën që pash natën e kaluar. Unë nuk mund t'ju përshkruaj ju atë ëndër. Ishte një ëndër që tregonte tokën si do të jetë ajo pasi njeriu të jetë zhdukur. Ajo më kujtoi diçka që unë e kisha harruar prej kohësh. Shumë vite më parë, kur unë isha një gic i vogël, mamaja ime dhe dosat e tjera pëlqenin të këndonin një këngë të vjetër, nga e cila dinin vetëm melodinë dhe 3 fjalët e para. E mësova atë melodi kur isha fëmijë, por e kisha harruar prej shumë kohësh tashmë. Deri natën e kaluar, kur ajo mu rikujtua në ëndër. Dhe më shumë se sa melodia, ishin fjalët e këngës ato që mu rikthyen. Fjalët, jam i sigurt, të cilët janë kënduar nga kafshët shumë kohë më parë dhe që kishin humbur nga kujtesa për shumë e shumë gjenerata. Unë do të këndoj atë për ju tani shok. Jam plak dhe zëri im është i ngjirur, por kur t'ju a ke mësuar melodin, ju do të mund ta këndoni vetë. Kënga titullohet Kafshët e Anglisë. Majori plak kroi fytin dhe filloi të këndoj, siç pati thënë, zërin e kishte të ngjirur, para i këndoi mjaftueshëm mirë dhe melodia e këngës ishte që të ngulej në mendje. Ishte diçka mes Clementine dhe La Cucuraca. Teksti ishte ky: Kafshët e Anglisë, kafshët e Irlandës, kafshët e të gjitha vendeve dhe klimave. Dëgjoni këngën time të gëzuar për të ardhmen tonë të artë. Herët avon, dita do të vijë. Tirani njeri do të rrëzohet.
dhe tokat pjellore të Anglisë do të shëtiten vetëm nga kafshët. Unazat do të zhduken nga hundët tona dhe barrët nga kurrizët tanë. Frerët dhe mamuzet do të ndryshken përgjithmonë, kamxhikët mizor nuk do të fërshëllejnë më kurrë, pasuri më të mëdha nga sa mund të imagjinoni. Grur dhe elb, tërshër dhe san, tërfil, grosh dhe repa, atë ditë do të jenë të gjitha tonat. Fushat e Anglisë do të vezullojnë, ujërat e saj do të jenë më të kthjellta, akoma më të ëmbla do të fryjnë flladet e saj në ditën që do na çlirojë në ne. Për atë ditë ne të gjithë duhet të punojmë, edhe nëse do të vdesim para se ajo të mbërri. Lodh dhe kuaj, pata dhe gjela deti, të gjitha duhet të lodhemi për të fituar lirinë. Kafshët e Anglisë, kafshët e Irlandës, kafshët e të gjitha vendeve dhe klimave, dëgjoni këngën time të gëzuar për të ardhmen tonë të artë. Kënga i ngazëllej të mas që të gjithë kafshët. Pothuajse ende pa përfunduar majori, të gjitha filluan të këndonin edhe vetë. Edhe më budallënj për tyre e kishin kapur sa kaq vijën melodike, si dhe disa fjalë të sajat, ndërsa më të zgjuarit të tillë si Dera dhe Qent e mësuan të gjithë këngën përmendsh në vend. Dhe pastaj, pas disa provave përgatitore, e gjithë ferma shpërtheu duke kënduar kafshët e Anglisë në një unison tronditës. Lopët e pëllitën, qentë e lehën, delët e plegërin, kuajt e hingëllin, patat e kakarisën. Të gjitha ishin kaq të gëzuara me këngën, sa e kënduan atë 5 herë rresht dhe mund të kishin kënduar për gjatë gjithë natës nëse nuk do të kishin ndërprerë diçka. Për fat të keq, Rokupuja e zgjoi zotin Jones, i cili kërceu prej kërvatit nga frika se mos i kishte hyrë ndonjë dhelpër në fermë. Ai rrëmbeu çiften që mbahen gjithmonë në një cep të dhomës së gjumit dhe lëshoi një të shtënë me numrin 6 në errësirë. Saçmat u përplasën te muri i hangarit dhe mbledhja e kafshëve u shpërnda në vend. Gjithsecili u haratis për të vendi i vet i fjetjes. Zogj kërcyen të përtekat e veta, kafshët u shtrinë në kasht dhe gjithë ferma pra në gjumë në vend.